Limi i afrohet Benitës në një moment qetësie dhe fillon t'i bëjë masazh. Ai i qëndron pranë, fliste me një ton të butë dhe të sigurt, duke treguar se e vlerëson dhe e respekton shumë. Ndërsa i bën masazh, Limi mendon për ndjenjat e tij dhe i thot Benitës se ajo është shumë e mirë, duke e komplimentuar për personalitetin dhe mënyrën se si sillet brenda shtëpisë. Benita qëndron e qetë dhe duket e kënaqur nga vëmendja e Limit. Fjalët e tij dhe kujdesi që tregon krijojnë një lidhje emocionale mes tyre, duke e bërë situatën të duket intime dhe të veçantë. Ai vazhdon t'i bëjë masazh dhe i thot disa gjëra që e bëjnë të ndihet e veçantë dhe e respektuar, duke e lënë të kuptojë se për të, ajo ka një vend të veçantë. Ndërkohë, Alba qëndron larg dhe nuk mund të fshehë emocionet e saj. Ajo e sheh këtë situatë dhe xhelozia fillon të marrë kontroll mbi të. Fillimisht ndihet e shqetësuar, por më pas mlefi dhe ndjenja e të qenit e lën jashtë rritet për çdo moment që kalon. Ndjenjat e Albas janë të përziera, mlef, dëshirë për të ndërhyrë dhe shqetësim për atë që po ndodh mes Benitës dhe Limin. Xhelozia e Albas nuk është thjesht një reagim i menjëhershëm, por një ndjenjë që po rritet dhe po mbush çdo mendim të saj. Ajo fillon të bërtas brenda vetes, ndërsa shikimi i saj nuk largohet nga Limi dhe Benita. Çdo qeshje, çdo fjalë dhe çdo veprim i Benitës duket se e bën më të çmendur, duke e bërë të ndihet e tradhtuar dhe e lënë jashtë. Limi vazhdon të sillet i qetë dhe i vendosur, duke mos e vënë re xhelozinë e Albas. Ai i bën masazh Benitës me kujdes dhe biseda mes tyre bëhet gjithnjë më e ngrohtë, ndërsa ai i thotë se ajo është e veçantë dhe se ai e vlerëson shumë. Benita ndihet e lumtur dhe e qetë, ndërsa atmosfera rreth tyre është e tensionuar për ata që e shikojnë nga larg. Alba, ndërkohë, nuk mund të ndalojë mendimet që e gërryejnë. Ajo fillon të sillet nervozisht, lëviz nga një cep në tjetrin, duke përjetuar një përzierje emocionesh, mlef, xhelozi dhe dëshirë për të nëtë. Hyr. Çdo minutë që Limi kalon pranë Benitës duket se e shton tensionin e Albas dhe e bën situatën edhe më dramatike. Ky moment vazhdon për disa minuta, duke u shndërruar në një episod të ndjerë dhe emocional. Lidhja e ndjerë mes Limit dhe Benitës bëhet më e dukshme, ndërsa xhelozia dhe mlefi i Albas mbeten të padukshme për të tjerët, por të qarta për çdo që e vëzhgon. Situata krijon tension në të gjithë shtëpinë, duke i bërë banorët të ndihen të përfshirë emocionalisht edhe pa u përfshirë drejt për drejt. Shikimet, heshtjet dhe reagimet e vogla bëjnë që momenti të zgjas dhe të ndihet dramatik. Ky është një nga ato momente që mund të ndikojnë shumë në marrëdhëniet dhe dinamikën brenda shtëpisë, duke e bërë episodin të paharrueshëm.